Të bllokohesh nga faqet e menaxhuara nga stafi I rrjeteve sociale të kryeministrit Rama nuk është as shqetësuese dhe as befasuese. Thjesht qesharake. Qesharake sepse tregon qartë se ata që administrojnë këto faqe nuk pranojnë kritikë të lirë, reale dhe të argumentuar, edhe kur ajo pasqyron probleme që Shqipëria I përjeton çdo ditë. Ata janë mësuar vetëm me komente që duart trokasin, lavdërojnë dhe ngrejnë drejtuesin në lartësi artificiale, përmes një kori të organizuar administrate, patronazhistësh dhe simpatizantësh partia. Kjo nuk është komunikim publik. Kjo është flusk propagande. Duhet kuptuar një gjë elementare. Shqipëria nuk përbëhet vetëm nga zëra që aprovojnë qeverinë Rama. Ka qytetar kritik, të lirë që mendojnë ndryshe dhe që kanë të drejtë të shprehen pa u censuruar. Bllokimi I kritikëve nuk e zhduk problemin. Nuk e përmirëson realitetin. Thjesht tregon mungesë etike, frikë nga debati dhe paaftësi për të përballuar mendimin ndryshe. Një qeveri që pretendon standarde europiane duhet të ketë edhe etikë europiane të komunikimit, të dëgjojë kritikat, jo t'i mbyll, të përballet me to, jo t'i fshi, të argumentojë, jo të censurojë, sepse pushteti që rrethohet vetëm me duartrokitje humb kontaktin me realitetin. Dhe kjo në çdo demokraci është shenjë dobësie, jo force.